Assalamu alaikum të nderuar teleshikues, paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin me ju. Mirë se takohemi në emisionin Zëri i Arsyes. Të nderuar teleshikues, në javën që lan pas me iniciativën e disa të rinjve këtu në Prishtinë, saktësisht në sallën e Kuqe, është organizuar një tribunë me temen obesiviteti si sëmundje dhe preventivat e saj, ku ligjëruesi ishte profesor doktor Ali Iliazi dhe hoxha jon i nderuar Enis Rama. Ekipi stafit ton ishte atje dhe ne kemi përgatitur një kronikë të veçantë për këtë emision. Bashkë ju ftoj të shikojmë se çfarë thot profesor doktor Ali Iliazi në fjalën e mbajtur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Efendiler, të pranishëm, vëllezër të nderuar motra, ju përshëndesim me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Me që tema ishte obeziteti, apo si themi na mbi pesha, mënyrat e prevenimit, paraprakisht desha të ndërlidhem pasi që prevenimi i kësaj sëmundje që ka marrë hofsën në botë, mu prikisht lidhet me këtë muaj që inshallah po presim. Pra lidhet me muajin e Ramazanit, me muajin ku vendosmëria jonë është e madhe, muaj për cilën vlerat janë ashtë të shumta e begatit ashtë të mëdha, sa që me të vërtet, pra, si që ka qujtë Muhamedi a.s. Kjo është të mësafiri i juaj më i dashur. Pra, unë një verset si hymje në që ndodhë në kaptinën El Bekara, apo të Lopës, verseti 183, Allah po thot, o ju që besuat, pasi që shumica si po shoh gati gjithë një besimtar, thot ju bëra obligim agjërimin ashtu si që ishte obligim edhe për popujt e kaluar, kështu që të bëheni të devotshëm. Pra, devotshmëria apo përkështimi i plot ndaj Allahut qenë ka qëllimi, caku, kryesor i agjërimit. Mi po krahas me këtë, një thane e Muhamedit a.s. i cili thot sumu tasihu, agjëroni do t'jeni të shëndetshëm. Erdhi koha sot që shumë klinika botërore me mija mund them dhe faqe do të shifni se mjek me rënëme botërore erdhen deri te konkludimi që ky krahas energjisë fuqishme shpirtërore që jep besimtarit, ky muaj ka efekt shumë të madh, kuptohet sekundar edhe në shumë procese biokimike, në shumë procese të organizmit të njeriut, dhe faktikisht me agjërim ne e arrim një baraspesht të plot në mes shpirtit edhe trupit, në mes asaj cila është morale e shpirtërore, mënyrë që pas Ramazanit ne dalim si individ krejt tjetër, me një performancë krejt tjetër të re. Është një ndryshim komplet i bioritmit të njeriut. Prandaj si thash shumica deri vonë është mendu, por edhe sot ndoshta hasi të fqinjet e juj, të shokët e juj që keni afër, a thu pse agjëroni? E sidomos tash koha e gushtit, po thot ju do të lodheni 17 orë me met pa ngrën, humbin lançet e trupit, njëru raskapitet, as nuk mund të mësoj, e tjera siç dini. Dikush tjetër thot, valla me mzje pres këtë muaj, si këtë muaj do të vendosi ta humbi peshën e trupit, do ta mbaj vijen e trupit. Tjetri thot këtë muaj do të vendosi ta lërë duhonin, do t'i lërë shumë cilësi, karakteristika tjera negative. Shkencëtar të botënor që radhitin në ta Dr. Naumann në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Dr. Frumisan, Dr. Gelb, dietetiku i njoftun, e mija tjera klinika cilët janë ndërtuar jo vetëm në Shtetet Perëndimore, por edhe në Casablanca, është Dr. Al Hussein në Jordan, Arabinë Saudite, bile jem çuditur në Izrael kishte klinik e cila ka marrë dhe ka studiu përse muslimanët agjërojnë, çfarë efekti pas ka në organizmin e njeriut. Hulumtimit i kanë marrë të njerëz të shëndosh. 3 ditë para se mi fillu muaji i Ramazanit, ditën e parë, ditën e tretë, e 13, 17, ditën 27, ditën e fundit Ramazan dhe një muaj pas
i kanë marrë gjithë parametrat biokimik të organizmit. Me pa, çka po ndodh me këtë trup që Allahu krijoi në formën më të bukur, i cili ka 130 trilion qeliza. E secila qelizë e trupit jonë funksionon si një uzinë, si një fabrikë e veçantë. Erdhën deri te rezultatet mahnitëse. Ata i morën gjithë parametrat e gjakut, duke përfshirë mikroelementet, ndërta magneziumin, kalciumin, kaliumin, pH gastrike të luktit, çka po ndodh me efektin e glicemisë në gjak, çka po ndodh me kolesterinën, që është një faktor rrezikut edhe te mbi pesha, çka po ndodh me peshën trupore gjatë agjërimit, çka po ndodh me indeksin e peshës trupore, e masës trupore. I morën të gjitha këto parametra, i studiun dhe erdhën deri te konkludimet që me të vërtet agjërimi thot është një mjek, doktor Ridlin e Qur, thot një operator, por pa thik, pa brisk. Që nga dita e parë, thot, pas një baraspeshët të fillimit, ndodhen disa ramje të shpeshta të sheqerit në gjak, një hipoglicemi e lehtë, do dridhje dhe kokëdhëmje. Këto i hasën si pjesë e parë e fazës së adaptimit. Por kur i këshyrën këto ndodhen për shkak se agjëruesit në sëfër kishin marrë sasitë më mëdha të karbohidrateve, sheqernave. Prandaj nuk preferohet që në sëfër që të marret sasia e madhe e sheqerave, karbohidrateve, se kanë efektin edhe etjen më të madh, po edhe shkaktojnë efekte hipoglicemike, duke rritur më tepër nivelin e insulinës. Prandaj më së miri, sidomos kokëdhëmjet të rritjet e para që ndodhin, ata që rishtazi fillojnë e dini me agjëru, preferohet që sëfër të marrin më tepër proteine, një vezë për shembull, pak mish e më pak langje, sidomos më pak ta konzumojnë kafen dhe më pak çajin për shkak diurezës dhe humbjes së mineraleve. Thot që në ditën e tretë hasëm thot rritje madhështore, fascinante të një mikroelementi i quajtur magnezium. Kjo është një element antiplatelial. Kjo është një element që man forcën e muskujve tonë. E ne kemi 40% të muskujve i përmban trupi njerëzit. Erdhën deri te efekt që ky e mundson utilizimin, hymjen e bukur të kaliumit dhe natriumit në membranën qelizore. Prandaj thot i rregullon aq bukur disritmit, aritmit e zemrës, çrregullimet, po edhe disritmit e trurit. Ka efekt anti-inflamator. Rrit procesin imunobiologjik. Do të thonë gjatë agjërimit humanitin kur pa që një ka shumë më fortë me luftu kundër smundjeve virale, të tjera bakteriale, për shkak të rritjes së imunitetit. E panë që ky magneziumi ka efekt fuqishëm për të hequr pllakat ateromatoze, që paraqitet të njerëz të trash, do flasim më vonë për obezitetin, këto pllakë formohen në enë të gjakut, duke shkaktuar, siç e dini, ne i themin popull pika në zemër, pra smundje kardiovaskulare, smundje cerebrale e tjera. Hasin edhe në një efekt mahnitës të uljes së holesterolit. E dini, holesteroli është një faktor i lipideve, të yndyrave në gjak, të obezitet të rritet shumë në gjak. Kjo është një faktor i rrezikut për smundjet kardiovaskulare. E panë që kemi dy lloje holesterine, si dini, kolesteroli LDL apo kolesteroli me densitet të ulërt, që fundrohet në enë të gjakut, i mbyll ato me pasojë shumë të rënda shëndetësore. Ndërsa HDL kolesteroli apo me densitet të lartë, kolesterol ne që themi i mirë, ky rritet dhe në mënyrë në fund të muajit të Ramazanit, thot në rrit në mënyrë signifikante, 27 presje 8%, a LDL-i ul 18 presje në mënyrë signifikante 18.3%. Trigliceridet 17 presje 3% thot shkaktuan një ramje të tyre. Është thot interesant se gjitha këto elemente, mikroelemente, rritja e insulinit ishte shumë e lartë dhe kjo thot shkaktoi që doktor Noman thot, unë smundve edhe që kanë qenë me diabet, me smundje të sheqerit, ju kom propozuar diabet i rregulluar mirë që të agjërojnë pa pengesa të mëdha. Klinika tjera thot ka studiuar 72 pacientë me tension të lartë. Thot efekti ka qenë 90% e tyre nuk kanë marrë kurfar ilaçës. Agjërimi thot ka një efekt natriuretik.
shkaktojnë humbjen më anë të veshët të natriumit dhe baraspeshohet shtypja e lartë e gjakut. Më tuti erdhën deri te konkludimi që me të vërtet agjërimi e rregullon orën biometrike të njeriut. Në kokën tonë afër syve, 3 cm larg jazma optikorum, ndodhen 10.000 qeliza, të cilat neve na koordinojnë kohën, hapësirën, për shkak mi dallu kohët e ditës, me thënë tash është dreka, i qëndia. Kjo është kohë pra një bioritëm i veçantë që Allah ka kriju në kokën e secilit prej nesh. Edhe ne dim të adaptohemi në hapësirën, në kohë, dhe themi dikuj e caktojnë orën 6. Koka ajo ora biometrike është e koordinuar. Ramazani thot është rast ideal që këtë orë biologjike e kurdisë në mënyrë aq të bukur, sa që ndrohet këtë bioritmi i njerëzit. A bioritmi ka proceset kognitive të menduarit, proceset fizike edhe proceset psikologjike. Në këto 3 procese agjërimi ndikon dhe sidomos në kujtesën afat shkurtër dhe afat gjatë. Prandaj edhe përfrohet Ramazan edhe leximi dhe memorizimi i Kuranit se mbetet në tru. Sot në botë smundje, mos themi organizata shëndetësore botërore shëndetësisë, obezitetin apo mbipeshën e quan dhe e nënvizon si smundje globale, kronike, me pasoja fatale. Merrni me mend vëllezër motra Polonia, që është një shtet kret, jo aq që themi ne, i pasur, tek ata obeziteti ka arrit 17.8%. Vendin e parë për obezitet, për trashësi, e kishte Malta, vendin e dytë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendin e tretë Anglia, të katërtin Kanada dhe kështu rënditen. Nuk ka vend që nuk kalon, në Shtetet e Bashkuara mbi 60%, o interesant fëmijë 3 deri në 5 ulumtimet, në 5.000 fëmijë, kur kanë matë, tensioni tyne 180 me 100, që po ndodh me fëmijët tanë, kur kanë pa shkak ka qenë mbi pesha obeziteti, i cili nuk mashtet me pesh, por matet me që thash, me indeksin BMI, me indeksin pra e peshe, i cili duhet të jetë mbi 30%. Shka shkakton? Ata ja thanë fajin kryesor ka fast food, ushqimi i shpejt, edhe bili me kishin akuzuar edhe McDonald'sin e tyne për shkak të kësaj. Coca-Cola, langjet, mirë po, mos aktiviteti, mos lëvizja, gjendja të nëherët inerte e njeriut, faktorët hormonal mrenda. Bëjnë që në qelizat tona, ku kemi në yndyrën, lirohet ato ka një hormon i cili quhet leptina. Ky leptin, kur bje nivelli poshtë, e hudhet e nxakën sasi të mëdha, drejton në pjesën e trunit që quhet hipotalamos, edhe nxit, fillojnë dridhjet e trupit, edhe njërë fillon me ngranë. Kur ngritet nivelli i leptinës në gjak, njëro ngopet, nuk kanë. Edhe kanë vërtu shensar, gjatë agjërimit, nivelli i leptinës ngritet lartë, edhe si e dini gjatë ditës, nuk njim nevojën e të ngrarit. Me tutje kanë vërtetu që zemra agjërusit re shumë ma pak. Nëse normal re 75, gjatë agjërimit re 10 herë ma pak. Gjatë ditës, e ka analizu, Dr. Upton edhe Sheldon, thotë rrah të agjërusit që kemi përcjellur 14.000 herë më pak. Gjatë një muaj 30 ditë Ramazan, 438.000 herë më pak. Do thotë zemrën tonë kemi kursy gjatë ti muaj, me ndimin e Allah, sa 10 vjet. Ne japim ilaçe ndryshme për ta ngadalësuar agjërimin pra mënyrë fiziologjike. Një organ vital tjetër. Mëlçia që merr pjesë në gjitha metabolizmet, organi kryesor mbi 550 funksione që ky në organizëm, kret vitin punon pa ndërprerje. Ai bën detoksifikimin, metabolizmin e yndyrave, proteineve, karbohidrateve, gjitha. Ajo këtë muaj pushon 4 deri në 6 orë. Veshkat stabilizohen. Helmet, antitoksinet, rekalibrimi enzimatik dalin prej organizmit. Prandaj me plot drejt mund themi që kjo është muaj i rilindjes shpirtërore trupore. Gjallërimi i trupit, po edhe i shpirtit kuptohet mbi të gjitha. Pasi që shpirti këtë muaj dhe atmosfera shpirtërore, atmosfera bukur vllazërore, ndikon antistres, e stresi dini është faktor i shumë smundjeve sot të shumta. Me tut jo vërtetu që gjatë agjërimit rriten do substanca në tru, enkefaline që quhen,
e sidomos beta enkefalina që i ngjashëm është 20 herë më i fuqishëm se sa morfiumi. Çka bën? A shkakton të agjëruesi ndjenën e euforisë, ndjenën e kënaqësisë. Shkakton ndjenën e qetësisë. Prandaj agjëruesi, përveç veprave të mira, përveç ibadeteve, duke mbështetur edhe në këto, e arrin një qetësi të plotë, shpirtërore, po ashtu edhe trupore. Pra, nuk pas ka qelis, nuk ka mikroelement, që nuk e baraspeshon ky muj. Dhe këto elemente, këto parametre biokimik, thash, mbeten edhe një muj pas agjërimit. Prandaj shkencëtarët e ndetë konkludimi që në ato vende ku agjërimi praktikohet si duhet, thot, edhe numri më i vogël është i kancerëve, është një me të vërtetë një mek antikancerogjen. Është edhe një sekret i jetësisë së gjatë. Domethënë, duke e faktikisht këtë muj, ky pushim i qelizave trupit ton, shkakton që që jeta jonë të zgjatet. Andaj vëllazër, duke marrë parasysh gjitha këto, duke marrë parasysh smundje që po na kanosen, ja erdhi ky muj kur ne duhet vendosim. Ata që në peshtë madhe, kuptohet, fillojnë agjërimin për hir të Allahut. Po ja që kjo është rast, që me një dijet të bukur, duke mos të tepru, siç jemi edhe të informuar që na ka këshilluar edhe mësuesi i dashur Muhamedi alayhis salam, që mos ta teprojmë në iftar, si o më ndaj gjithë ditën mbrëmje me hungër më tepër. Po duke majt, kanë vërtetuar që doktor Kisis Karel, që fituesi çmimit Nobel, thotë është bari më efikas për heqjen e dhjamit të tepër, yndyrave të tepër nga organizmi. A din që tash sot në botë, tash pra smundje globale, nga cila vujnë vende deri në 60%, e janë faktor sot mbi pesha, e cila shkakton sot është smundjet kardiovaskulare, smundjet cerebrale të trurit, smundjet e nyjeve, me gjitha u vërtetu. Ata cilët kanë mbi peshë janë si faktor shumë të prekur malet nga karcinomi i kapërcallit, i lukthit, zorës të trash, të femnat mitrës. Prandaj edhe si din edhe Muhamedi alayhis salam na ka uzu, ka thonë, mas së shumti i friksohem në ummetin tim, kuj ata që janë me barkë të mëdhej, ata që janë për tac dhe ata që flejnë gjatë. Ja pra ky muj ideal në cilën ne ti arrim vlerat e tona shpirtërore, vlerat e tona morale, humane, njerëzore, duke ditur që shpirti ynë këtë muj del prapa dyrëve të mirësisë dhe devotshmërisë. Dhe në këtë mënyrë duke ju lutur Allahu të Madhrishëm që ju uroj këtë muaj, duke dëshuar që të kalojmë sa më mirë, të jemi të vendosur për hir të Allahut, të themi stop mbi peshës, të themi stop duhanit, të themi stop alkoolit, narkomanisë, sepse kjo është muaj kur ne vendosmëria jonë është në nivel të lartë. Ju uroj dhe herë këtë muaj, duke dëshuar që Allah të na pranoj lutjet tona, ibadetet, dhe të arrim atë shkallën për cilën jemi të thirrur, shkallën e devocionit. Allah ju shpërbleft. Të nderuar teleshikues, përmes ligjerimit të profesor Dr. Ali Iliazit, ne patim mundësi që të njihemi më përsëri me disa mrekulli shkencore e që realisht janë të vërtetuara në Kur'an. Për të mos e zgjatur shumë dhe siç ju kam paralajmëruar, ju sigurisht me padurim po pritni edhe hoxhën tonë të nderuar Enis Ramën. Bashkë ju lëm në shoqëri me ligjeratën e tij. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet tona i takojnë Zotit të gjithësisë, atij që e krijoi njeriu të përsosur dhe i shfaqi argumentet e ekzistimit të tij dhe meritës së tij për adhurim në kosmos dhe në gjithësi dhe në trupin e njeriu kudo qoftë. Ndërsa paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi mësuesin e njerëzimit, që u mëson njerëzve se si duhet të jetojnë këtë botë, si duhet të ushqehen, të pinë, të jetojnë, dhe fundit si duhet që të dallohen nga krijesat e tjera të sa Zoti xhallal xhelaluhu i krijoi në shërbim të njerëzimit, e jo që njeriu të bëhet i ngjajshëm me ata. Duke dëgjuar ligjërimin e doktorit, e që
ai që ka pasur rastin që të shoqërohet me të ligjërimet e mëhershme, nuk çuditet me këto informata të llojshme. Më bëri një përshtypje që shpresoj që të gjithë ne duhet të dalim me këtë përshtypje dhe ta përcjellim kudo që kemi rastin ta përcjellim. Zakonisht njerëzit din të ndajnë me zgjërave që Zoti Xhelel Xhelalu nuk i ka nda. Dhe në anën tjetër për shkak të këtij kaosi që mbërton tek ata pastaj bashkojnë me zgjërave që Zoti përjetësisht ka nda. Çka bashkojnë njerëz dhe çka ndajnë njerëz. Kur dëshirojmë të flasim për një temë, sikur që është rasti me këtë sot, për mbi peshën apo obeziteti, e kështu me radhë si quhet tek gjuha e ekspertëve të kësaj lamie, zakonisht njerëzit thonë që ka temë shkencore. Po nëse ti e përzin këtë temë me agjerimin, ose e përzin këtë temë me ndonjë këshill nga fjalët e Allahut Azza wa Jall, atë njerëzit kanë mundësi të marrin një përshtypje se tash je ka futesh te feja, duke kuptuar se këto gjëra janë të ndara. Edhe pse ata në esencë pranojnë se ai që ka krijuar njeriu është Zoti, nuk e ka krijuar ndokush tjetër. Dhe këto fjalë që thuan pikërisht janë fjalë të Zotit. Andaj, sikur se kishin thënë dietarët më herët, se njeriu dhe gjithësia dhe natyra që e rrethon njeriu është ligji i Allahut kozmologjik, një libër i hapur ku njerëzit kanë mundësi të njoftohen përmes asaj që ndodh dhe përmes atyre ligjeve të njoftohen me krijuesin e tyre. Andaj nëse dikush na shpalos këtë mrekulli hyjnore të madhe njeriu dhe në anën tjetër e lidh me një nga obligime që Zoti Xhelel Xhelalu na ka obliguar me to si agjerimi. Nuk duhet ta kuptojmë se ka dalë pe shkencës dhe ka hyrë në fe, apo ka dalë pe fesë ka hyrë në shkencë, nga se këto dyja janë të barabarta, nuk ndahen. Për këtë arsye, nëse dëshirojmë të kthehemi Kur'anit dhe të meditojmë rreth asaj që Zoti na ka thënë atë, do të shohim se shumica e vendeve në Kur'an ku Allahu Azza wa Jall i quan njerëz të mëshëm apo i thret logjikat e njerëzve dhe arsyet e tyre, Allahu Xhelel Xhelalu i thret përmes argumenteve shkencore kozmologjike që ata t'i bindën Zotit Xhelel Xhelalu. Prandaj është një nga paradokset e kësaj kohe fatkeqësisht të trashëguara nga mesjeta dhe nga e hershmja, do të thotë që mos të njihet shkencëtari ndryshe përveç se ateist, dhe mos të njihet besimtari ndryshe përveç se i prapambetur. Kjo lidhje që është bërë më hershme na duhet të investojmë që ta ndajmë. Dhe besoj që pikërisht ligjërimet e tilla të mëhershme sikur të doktorit dhe bashkimi mes hoxhës dhe doktorit duhet ta dëshmojnë praktikisht se këto gjëra që janë ndarë dhunshëm duhet të bashkohen. Andaj nuk duhet që shkencëtari të jetë sinonim i ateizmit dhe prezantimi i hoxhës të jetë sinonim i diçkave që është fetare tash dhe ka të bëjë me të kaluamën. Por duhet që na këtë mentalitet ta ndryshojmë dhe duhet që të hapen debate shkencore në nivelet më të larta të akademive të ndryshme që të flitet për to të arritura, që mos të manipulohet masa dhe të thuhet se apo agjeron shekullin 21, apo falesh shekullin 21, apo falesh e ku e ki perspektivën e kështu me radhë. Na si musliman duhet që praktikisht t'i thejmë këto bestytni, t'i thejmë këto manipulime dhe spekulime që fatkeqësisht njerëzit ndryshëm mundohen që njerëzit i manipulojnë përmes këtyre informative. Pra sa gjejmë në familje kur dikur dëshon të agjeron, do të gjejmë fatkeqësisht po them, do të gjejmë reagime dhe kundërshtime nga familja, jo se është koha e provimeve. Përderisa doktori thotë se niveli i inteligjencës dhe mundësia e memorizimit është më e lartë në Ramazan se sa jashtë. Andaj nuk e ndëgjojmë hoxhën në rregull, nuk e ndëgjojmë shkencëtarin, nuk e ndëgjojmë doktorin, kanë ndëgjojmë ne. Pa e mendoj që na nuk duhet që të jemi në shoqëri që prodhon paradokset para çdo ditë dhe sillen to. Dhe në emër të lindjes së paradokseve të ndryshme anulojmë dhe hiezojmë dhe zhdukim realitetet të pashmangshme që bota perëndimore është duke u mburr që po i zbulon mas 14 shekujve, ndërsa ne kemi të shpërndara, të studiuara edhe të shtjelluara shekuj e shekuj me radhë. Prandaj ajo çka mesazhi i parë që unë kisha pasur ta barti nga kjo karrikë të gjithë ju, nga se të gjithë ndoshta shumica i takoni
strukturës së studentëve e kështu me radhë, mendoj që duhet që të lirohemi nga kompleksi i vlerës së ulët kur flasim se çështë me kon njëri musliman. Nuk është musliman ose nuk është agjerimi diçka që nuk përputhet me ato të tjerat. Pse për shembull kur Zoti thot agjerani se është e dobishme, mbetet ju shkencore, mbetet ju fetare, mbetet prapambetur. Ndërsa kur një shkencëtar perëndimor me çmimin Nobel e thot kët, e tash është kjo e pranuar. Pse e bëjmë pranim selektiv të vërtetës? Nëse vjen nga një kënd i botës, është i saktë, është i vërtetë, është i drejtë dhe duhet ta pranojmë pavarësisht se a është i mirë apo jo i mirë. Ndërsa nëse vjen nga një kënd tjetër i botës, pavarësisht a përkrah shkenca, nuk e përkrah shkenca, na duhet marrë qendrim, stop, nuk bën më marrë kjo. Unë besoj që na gjithë duhet të mobilizohemi kundër këtij mentaliteti për të mirën e shoqërisë tonë dhe për të mirën e vendit tonë, nga se të tjerët e kanë parë se një qasje selektive ndaj shkencës, ndaj të vërtetës në këtë mënyrë nuk i qenë përpara ata njerëz kurrë. Kjo është e para që do kisha pasur çdo kush prej neve ta kupton dhe me të dal pe kësaj. E dyta që dëshoj që ta kuptojmë të gjithë e që është interesant ta kuptojmë është se çrregullimi dhe shkatërrimi dhe prishja edhe fetarisht, edhe shkencëtarisht, edhe logjikisht, edhe njerëzisht është refuzuar. Do të thotë çdo shkatërrim, çdo çrregullim, pavarësisht nga kush vjen dhe ku godet është i refuzuar. Prandaj nëse na dëshirojmë ta kuptojmë realisht një objektiv të rëndësishme se çfarë feja jon kërkon për neve, atëherë do të vrejmë ajete të shumta që Zoti xhela xhelaluhu pas adhurimeve, dhe kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Pasi që Allahu thret që të adhurosh, të agjërosh, të falësh e kështu me radhë, pason këto obligime Allahu azza wa jall me çka? Me një ajet shumë interesant kuranor. Thot Allahu azza wa jall: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos e prishni tokën pasi që Allahu e ka ndreq. Do të Zoti ka e rregulluar këtë tokë dhe këtë kosmos dhe e ka stabilizuar me ekuilibër të saktë trupin e njeriu dhe tokën me këto adhurime. Shkelja atyne destabilizon, shkelja atyne shkatron, shkelja atyne prish, e jo praktikime dhe kryerja atyne. Andaj nuk bën na që të mendojmë se nëse rritet numri atyne që agjerojnë, nëse rritet numri atyne që falen e kështu me radhë, do të ketë rrezik për destabilizim në shoqëni. Përkundrazi, ai që ka kriju këtë tokë po thotë se nëse dëshiroj siguri, mirëqenie, çfarë do lloj qoftë ajo, unitet familjar, unitet shoqënor, solidaritet, çka do qoftë, nëse doni të gjitha këto Zoti që i ka krijuar, i rendis Allahu xhallahu ala të gjitha këto pasi që bën një prezantim të obligimeve që ne kemi ndaj tij. Pra ne si musliman, çka po duam të thonë me këtë? Ky është mesazhi i dytë që kisha pas qef çdo musliman ta kupton. Në momentin kur ti agjeron, në momentin kur ti falesh, unë kisha pas qef që çdo kush prej neve ta ndinë se unë jam një faktor ekstra, një faktor edhe një numër i shtuar që ndikon në përmirësimin dhe rregullimin e tokës. Ndërsa ty duket kjo e thjeshtë, ndërsa ty duket kjo, po çka ka mundësi me bë përballë shkatrimeve që bën? Çka ka mundësi me bë përballë të këqijave që bën? S'kam çka me bën atë. Mirë po, nuk nënçmohet. Na duhet të dimë se nëse bëhemi të mirë, nëse bëhemi ata që respektojmë atë që Zoti na ka mësuar, faktikisht ne bëhemi faktor pozitiv për të rikthyer përsëri në tokë rregullime, për të rikthyer përsëri në tokë e mira, për të rikthyer përsëri në tokë dobia, për të rikthyer përsëri në tokë humaniteti, solidariteti e kështu me radhë. Pra nuk jemi në ligjërat të Ramazanit që të flasim se do të dëgjoni me siguri gjatë Ramazanit se si ndikon agjerimi që muslimanët të solidarizohen, të jenë më human, e kështu me radhë ato që i sill ky muaj. Prandaj ti vetë fakti i agjerimit duhet të ngritur në atë shkallë, të kuptosh se unë tash për një individi pasiv, që ky pasivitet po ndikon edhe në qenien time, do të me smunet mbi pesh, sikur sa doktori, apo me një agjerim unë edhe po e futi vetën në funksion që ta luftoj mbi peshën, por në anën tjetër po bëhem një faktor shumë i rëndësishëm për të rikthyer rregullimin në tokë dhe në shoqëri pasi që është rregulluar. Të rikthehet uniteti pasi që është përndar familja, të rikthehet morali pasi që është përfilla e kështu me radhë. Në çdo kush prej neve duhet ta ndijë veten kështu, se ai me të vërtetë është një individ pozitiv dhe i dobishëm për rrethin vetëm me faktin se ai
i përmbahet rregullit të Zotit, i cili faktikisht ai ka kriju këtë botë, dhe ai e din më së miri çka e mban tokën, gase realisht Zoti e mban këtë tokë, dhe ai e din çka shkatron këtë tokë në anën tjetër. Dhe ky mesazhi i dytë dhe mesazhi i tretë që duhet na ta nxjerrim pe kësaj që u cek deri më tani dhe duhet ta kemi parasysh është ajo që Zoti xhela xhelalu ka përmendur më herët, ku thot se nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allahu azza wa jall nga mirësia e tij dhe mëshira e tij vazhdimisht është kujdesur për njeriu. Dhe ky kujdes për njeriu është i vazhdueshëm dhe është për çudi se edhe ai që nuk e njeh Zotin, Zoti kujdeset për të. Edhe ai që e mohon Zotin, Zoti kujdeset për të. Edhe ai që është përfill dhe e shkel urrën e Zotit, Zoti kujdeset për të. Kjo është interesant. Dhe prej kanë e vrim këtë, për shembull, ai njeri i cili në muajin e Ramazanit e han këtë ditë, nuk e agjeron, nuk ka kurfar arsye, as fetare, as shëndetësore, s'ka arsye, s'moj me ngjinu, s'du me ngjinu. Ushqimin që e fut ai në trupin e tij, dhe që tash duhet një proces i caktuar i gjymtyrë mrena, i lukthit e kështu me radhë, këtu janë doktori din më mirë për t'ia përpunuar. Kush i mundson këto gjymtyr të funksionojnë që mos i dëmton ushqimet e Zotit? Do ti po e shkel urrën e Zotit, përsëri po mëshiron, nuk po bën që ai ushqim që e ke ngrënë Ramazan ku nuk bën më hongër, më dëmtu ty. Nga kjo na nxjerrëm mëshirën e madhe të Allahut. Dhe nga kjo na nxjerrëm se përfitojmë se sa është Zoti i mëshirshëm. Do sado që njëri të shkon larg, sado që njëri të largohet nga ai, përsëri Zoti mbet ai që kujdeset për robën e tij, për t'ia dëshmuar vazhdimisht se mundësia për t'u kthyer atij është vazhdimisht e hapur, se mundësia për t'u penduar vazhdimisht e hapur, se me qenë që nuk du, me qenë që un kam mjek dorë nga teje, me qenë që unë du me dënu, do të thotë automatikisht Zoti në moment kishte me ja sjell njeriu shenjat e para të denoncimit dhe largimit nga ai. Po Zoti këtë nuk e bën. Andaj vetë fakti që njeriu që e han Ramazanin funksionon normal trupi i tij, sikur sa ai që nuk e han, po në aspektin e jashtëm të përgjithshëm me gjithë ato dallime që i kanë dobicë se ku doktori, kjo të kupton se edhe ti që po han Ramazanin, edhe ti që nuk bëj ç'është duhet, përsi një lidhje mbetet me Zotin, nuk shputet. Nga se lidhja pa shkputur mes njeriu dhe Zotit është jeta. Kur përfundon jeta, shkputet mundësia për të përmirësuar. Nuk e shkput mesazherimi këtë lidhje, nuk e shkput rebelimi, nuk e shkput mëkati, nuk e shkput këtë. Disa njerëz mendojnë se nëse nuk agjerojnë, është shkput çdo lidhje me Zotin dhe pastaj ja hapin vetes dyert, edhe mos mu fal, edhe mos me kon të drejt, edhe mos me kon korrekt, edhe mos me kon të bëshëm për çfarë arsye, gazet tashmë s'ka më diçka për mua. Ne i themi se kur të fut ushqimin mbrana, apo funksion lukthi mirë, a e përpunoj mirë, kap të kupton se Zoti nuk po do me dëmtu, po deshti e stopon lukthin dhe grumbullohet, ndalet frymari dhe del shpirti. Andaj na këtu do të kuptoj këtë mësime që Zoti xhallahu ala na thot, do t'ju shfaqim ne atyre vazhdimisht. Shikoni kët term kuranor që Zoti xhallahu ala thot, do t'ju shfaqim ne atyre vazhdimisht argumente të shpërndara në horizonte, wa fi anfusihim, edhe në vetveten e tyre, deri kur o Zot do të shfaqesh ti argumente. Allahu thot hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Deri sa t'ju bëhet e qartë njerëzimit se ajo që un kam kërkuar nga ata në librin tim është e vërtetë. Deri atëherë nuk hiq dorë Zoti pe njerëzve. Deri atëherë vazhdimisht kjo të kuptohet se sado që të vonohen deklaratat e shkencëtarëve, sado që të vonohen të arritat e tyre, domosdoshmë në mos në këtë shekull të ardhmin, në mos të ardhmin tjetrin, sa të ka ymër kjo botë, do të shfaqen vazhdimisht të arritura që dëshmojnë bujarinë e Zotit, që dëshmojnë mëshirën e Zotit, që dëshmojnë kujdesin e vazhdueshëm për këtë njerëz, se tek e fundit ai ajeti me cilin e filloi doktori ligjerimi para jush, jep të kuptohet se jo vetëm agjerimi, por të gjitha adhurimet që ne i kryjmë për Zotin e Madhnuar, nuk i kryjmë punë Zotit. Mos të mendon dikush se po agjeruam, apo po u falëm, apo po u kthym, apo po e krytëm ndonjë obligim, ne do t'ia shtojmë fuqinë Zotit, do t'ia shtojmë madhnin e tij. Kjo është mashtrim. Por nëse agjeron, do të jesh i shëndosh, sikur që u cek, po agjerove, do të bësh faktor i stabilitetit dhe i rregullimit në tokë dhe i unitetit,
po agjerove, do të bësh një njeri i mirë, po agjerove, do të bësh një rob i mirë i Zotit, po agjerove, ja hape vetes dyert dhe rrugt për devotshmëri, nga se Zoti i Madhnuar e kishte vulosur ajetin e agjerimit mu me këtë qëllim, duke thënë se të gjitha ato të arritura shkencore, pushimi i zemrës, pushimi i zorëve, pushimi i luktit, ngritja e kësaj, ulja e kësaj, të gjitha këto që i ceku doktor disa prej tyre, të gjitha këto Zoti do më tregu se këto tek e fundit arrihen, por nuk duhet harruar qëllimin final nga agjerimi. Qëllimi final nga agjerimi është që krahas shërimit të trupit të na shëron shpirtin, të na shëron zemrën, të na bën më të kujdesshëm, më të moralshëm, më të sjellshëm, më të afërt. Ky është qëllimi. Nga se disa njerëz duke u marrë më të arritura shkencore, apo disa njerëz duke menduar se nëse falesh namaz, lëvizja jote e vazhdueshme e man një farë elasticiteti të kurrizit të ku e diçka dhe njëri është aktiv kështu me radhë. Kjo është udhës. Por esenca e namazit është të ndihesh se je duke qëndruar para Zotit. Esenca e agjerimit është të ndihesh se ti je duke e kryer një urdhër të atij që të ka krijuar dhe me kryen e këtij urdhri ti po i afrohesh më afër atij dhe ti po realizon edhe më tepër të qenit rob i Zotit. Këto janë tri porosi dhe mesazhe të përgjithshme që unë kisha pasur në këtë prezantim të shkurtër, thash, ne ti kuptojmë dhe ti bartim vazhdimisht. Ti bartim vazhdimisht dhe me këtë kuptim, përmes këtyre pikave që ka, ta them rutinën e agjerimit, ta them traditën e agjerimit, por që agjerimi jon të ketë kuptim, që agjerimi jon të jetë diçka i veçantë, jo ka agjeruar i pari dhe i dyti edhe unë agjeroj. Jo, por çdo kush për neve të bart kuptim të caktuar, kuptimi i cili pastaj e ngjyros agjerimin, ngjyrimi i cili pastaj i jep imazh të bukur agjerimit në aspektin e jashtëm. Kjo renditje është e rëndësishme të arrihet. Do thotë unë e bart kuptime të caktuara dhe këto kuptime kur të përzihen me agjerimin ja japin një ngjyrë dhe kjo ngjyrë është imazhi jam. Kjo ngjyrë është fotografia jam. Sa i lëjmë të tjerët të na formojnë imazhe, sa i lëjmë të tjerët të na prezantojmë çu dojnë ata vet, të bëhemi në ata të cilët e ngjyrosim adhurimin ton, e ngjyrosim besimin ton me këto kuptime dhe këto formojnë imazh të bukur që pastaj do të mposhtin të gjitha akuzat e drejtuara muslimanëve, do të mposhtin të gjitha akuzat e drejtuara fesë Allahut azza xal me parameturi, e me rrezikshmëri, e me të gjitha dëshmojmë na përmes këtyre adhurimeve dhe këtyre kuptimeve se ne jemi faktor të stabilitetit, se ne jemi faktor të unitetit, se ne jemi faktor të rregullimit, nga se Zoti xhelle xhelalu në Kur'anin ton të madhreshëm, kudo që i ka përmendur adhurimet, Zoti xhelle xhelalu na ka thënë pas adhurimeve mos bëni shkatërrim në tokë, për të na aluduar se braktisja e adhurimeve është shkatërrim dhe kryerja e tyre është rregullim dhe unitet në mesin e njerëzve. Kështu na japim kuptimin e ton dhe kështu dalim faqebar nga kjo jetë dhe kështu faqebar takojmë Zotin ton. Për të kuptuar në fund të fundit do dua të i dhë fund kësaj, për të kuptuar se në qoftë e marrim fenë e Allahut azza xal dhe në qoftë i marrim obligimet, merr agjerimin, merr namazin në njërën anë dhe meri të gjitha krijesa që Zoti ka kriju, të gjitha meri vendosin në anën tjetër, do të shohësh se këto adhurime nuk përkojnë me natyrshmërinë e asë njërës krijes për nëse njeriut. Merë namazin dhe tentoje që krahas formës namazit të adaptosh qenin, nuk i mundësi me bo këtë kur, të adaptosh macën, të adaptosh pllumin, s'ki mundësi. Merë agjerimin, nuk i mundësi të adaptosh me agjerim asë një krijes, dhe do të bindesh se Zoti xhelle xhelalu na ka dalluar nga këto me këto adhurime, nga se trupi jon është i krijuar për t'u adaptuar dhe për shtatur këto adhurimeve. Këto adhurime nuk i bin tamam kërkujt. Këto tesha që Zoti na i ka qendis, të agjerimit e të namazit të tjerave, nuk i bin tamam asnjë krijesë përveç se njeriu. Për të kuptuar ti se me këto dallohesh prej tjerave. Po është veshë këtë pet, atëherë çdo punë që e kryen ti ka mundësi me kry dikush, do është edhe më mirë se ti. Nga se në qoftë se don fuqi, kali është edhe më i fortë. Në qoftë se don krenari, lani është më krenar se ti. E kështu me radhë apo. I vetmi zan që dallon është petku i adhurimit që Zoti xhelle uala ta ka vesh, andaj mos e dash që të mbetesh njeri. Zoti xhelle uala na lehtësoft dhe na ndihmoft në këtë rrugë dhe ju shpërblet për prezantimin. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Pasi dëgjuam edhe hoxhën tonë të nderuar, më lejoni që në emrin tuaj të falenderoj dy protagonistët e këtij emisioni, profesor doktor Ali Eliazin dhe hoxhën tonë të nderuar Enis Ramën.
Bashkë të nderuar teleshikues, do takohemi javën që do të vjen. Deri atëherë në emrin tim ju uroj agjerim të lehtë, paqja, mëshira dhe begatita e Allahut të qofshin me ju. Assalamu alaikum.